S'po ka thënë që Albin Kurti s'po do me mashluin. Po me që unë jam i Sogëllës, jam i Stogut, ju jeni kryetar edhe i katunit tem, se s'ka ujnë Sogëll. Faleminderit. Në katun temin. E para, për mundësin, një përshëndetje për Shuzerosë me bo për krejtë qytetarët e Stogut në veçanti për pjesën e fshatit prej Kavenjo. Sogërlla furnizohet me ujë prej pjesës shkruajës Bjeshve. Nuk furnizohet, në projekt është më furnizohet. Po flasë për krujet e Bjeshve, zgjidhje alternative që ata kanë bo të përkohshme sigurisht për shkak të mbijetesës për që kështu në atë pjesë. Ka dhe fshata tjerë që e kanë atë zgjidhje. Fatmirësisht ne kemi mri me finalizu në 98% një projekt që është nisë në kohën e ish kryetarit Rugova, që ka dalë për një kredi të butë, edhe që na ka botë mundshme që në komplet pjesën e Mivadës me instalu rrjetin primar të ujësillës. Kur flisni për Mivadën, se njerëz nuk na shikojnë veç qytetarët e Stogut, po edhe pjesa tjetër. Çka është Mivada? Po flas për pjesën e fshatrave që kufizohen me komunën e Skënderajit. Kryesisht, pjesa lindore, nëse nuk e baj bie, edhe një 12 fshatra që kanë pasur problem të vazhdueshëm me furnizim me ujë. Projekti i ujësillës së Mivadës ka rrinë me zgjidh problemin për një pjesë, cilët janë kyç fshatrat Uq e Rakash, por presim shpejt përmes hidrodrinjit me cilët po kemi probleme të jashtëzakonshme. Është ndërmarrje rajonale atje, që udhëhiqet për një bordi që cakton qeveria dhe një kryeshefi që cakton pa i bërd. Edhe sigurisht është edhe pjesa njësisë së Stogut, ku për herë parë fatkeqësisht kemi pas interferenca të jashtëzakonshme politike. Edhe në kalumin ka pas njerëz politikë me ndërmarrjes, mirë po të paktën kanë qenë profesionistë. Tash nuk po trajtohet për të njëjtit prizëm, edhe po kemi probleme të pjesa mirë funksionimit me ta. Po flas së fundi. Pra, arsyeja pse nuk ka ujë prej ujësillësi, burimet alternative janë çështje tjetër. Fshati jam edhe 3 fshatra tjera lidhet me hidrodrinin, apo? Gatishmëria që menaxhohet prej qeverisë Kurti. Sakt. Gatishmëria ju në komunë ka qenë që me ofru pjesën e gypit, mënyrë që ata me kry punën tjetër që ju takon edhe me legje dhe si mas kompetencave që ata i kanë. Gypat i keni pru, janë. Tash problemi është të lidhet e të cilët na përbojmë kërkesa që një 5-16 herë që e para me i furnizu qytetarët në Rmas, që mos më kriju shfrytzues ilegal të ujësillësit, edhe dyta me herë me fillu me pjesën e lidhjeve sepse sistemi po funksionon, pompat që janë instaluar po funksionojnë, edhe i bie që veç pjesa e hidrodrinit. Ka thënë që Albin Kurti s'po do me mashluin. Se unë të menu që... Nashta ka pak probleme edhe me pjesën me pjesën e Ameritan. Okej. Me shpit ditë të sene se... Si të qovë shpresoj që jo veç katuni jam, mështë ma marrin njerëzit këtu që unë e kam personale, po se na kemi burime alternative, kemi bunarin aty që ka ujë shumë, po me gjithë atë ujë rrjedhshëm i certifikuar për pije, ajo është ma vetë tjetër. Nuk bëm vjen keq të ndajtën që edhe pas 20 vjet pas luftës ende po duhet me bë edhe me pjesën e kundër kandidatëve kur po jam në debat temë çështjen e furnizimit me ujë pijes, edhe ka herë një pjesë edhe po shfrytëzohet politikisht që është i dashur me kon temë jashtë politikës ose nevojë bazike që Me që e ngarë për mandatin e dytë, a mund është me konsideru në këtë mandat me përmbyll çështjen e ujit në Stog? Me që edhe ka ujë i Stogut? Unë po du me garantu të qytetarët i Stogut që edhe vullneti, edhe përkushtimi, edhe koncentrimi i krejt ekzekutivit ka përkon në këtë drejtim, po nuk po du me premtu politikisht që ajo po më pengon mena për mena qenës teme, më thonë të drejtën. Se janë do punë që zvaren për teje? Janë do punë që zvaren për nesh edhe për hidrodrinjit, edhe duhet në pas vullnet të dy anshëm që më shku drejtë një zgjidhje finale. Po flasim për punë finale të cilat nuk marrin shumë kohë, as shumë investim.